Misë mi të dashur për shëndetje, e kemi pa Pitanës në kanë halon që të gjimnastik që to, bicycle që i thojmë për gjimnastik, ndërsa Margarit për shëndetje. A kjerë Margarit me i motor? Mi mbrëma, mirë se mirë dhe. Mi mbrëma, kika, mirë së qeta. Të kam vajzën e vetëm në quna aty dhe do të respektoj, se apo të majnë mirë ta? Po normale, apo të respektojnë? Shumë mirë, më apo të merojnë? Po normale, janë quna shumë të mirë. Bravo, Valentin, duke shryll. Përshëndetje gjithë. Do na përshëndetje? Përshëndetje, okej. Sa mirë po do kësh për masë, i donë si top modele. E ne veç, kena analisë son të dytë. E ndjekim klipin se kush është. Çdo sfidë e jetës është sfida ime. Çdo sfidë kam të kaluar me fuqi. Edhe sfidën e analistit, një ndër sfidat e kam kaluar me kënaqësi. Më ndiqni. Duar trokitje për të ftuarin ton. Analisti jon Dashi! Mirë mbrëma. Dash Mirë mbrëma. dhe Dona. Dash, përshëndetje. Përshëndetje. Është nasi që të kam. Gjithashtu. Emisionin ton nuk e ke pa në herë që ma the, mirë po është një emision plot sfida, edhe ne shpesh herë bëmi pjesë e sfidave vetë, po shpesh herë edhe i komentojnë. Për shembull, këta kena do sfidat veçanta, por fillimisht on këtë, për më përshëndet gjithë juve, du me ftu me dy quna keni mikrofonat gati? Gati. Ata janë shumë të veçantë, Gardiani dhe Sylla, ajde në skenë, kallën i skenën e me pas nari këthemi se keme kallë me plot punë. Së makari për shtet E për meni rrugë si mu kon vishku Rruga s'po regula mu me shmerën tuk E tin to foki kujna jaman mu rrug Si një ju gangsira ja dhunguj Për një kise ku pushini me fliq Edhe pse s'mu një mu rrug Jita ko sfida haver Mu me shmerën grup Kime një vish një emet mangup I sot bu esh mangup Ju mor para lodës t'kum ka dzu Disi është për ty o vlup Sa ti ki ku firi muj mu konën e Brufa ju E kopa e sila një qytet S'kom rapova poti po prap që ku jo Nëse dëll nej sen Mirë ju pres I kime kum natë të tën Ti qina natë të tën Kurvat e rruges I përshëndes me një gish dhe mes Kalujën se din qyshe lujna Kur dujna na me lue Lujna na qysh duhet Shit Lujna na qysh duhet Shit Lujna na qysh duhet Shit Jo s'patër me që të kemi Pret me kordin dalon e tëre Almohën kina pret Zaroni që të një bret Pujna tila me kordin Fucking luet pyt me set Fulli me sole me rria Tikte si më vet Në që mbet Qa ditat e plak e kena bonat mer Për ju pres rrugis Me kaldu që shmenën ter Lete lu mangupi ti priku që t'pasha ter Se ti qa o rruga del edhe për ter Sa pëllak bojna shdanet Pisu viti king Kur të shën një pres që kolli deri në temer Ki kytet qa po full Fena ju të para ti e mu ma me rënguj I kine kumber që ky gordi jam Ju qinaj se po na del Ne problem, ne problem Na del ne problem Na problem Një këngë shumë ëmbë, një këngë shumë e mirëfillt, e pastër si loti, me një fjallor aq të pastër, aq të mirë. Djema, qyshin e? Mirë. Sa mirë po knojshit moj? Ende. A nga skena la keni dhezë atmosferë atja, da. Ishit mrekullueshëm. Faleminderit këthoni se kena sfida me në mikrofonat me veti. Dona, qështu duke ndjam? Një tekst Hegër dy qysh nuk e prita pas që shtut me nuva kanë me knu na i balad ose na i tahlava na i sen Nuk e prita pas që të sen Rëm qatë syt, ama një balad shkurt syt Një kong dashnie të shkurt Hajde syt
Sa herë më thua ti, zemër dua ti kem pran. Vuaj unë pa ty, i shpiste dëma. Duke më pritur je akoma. Duke më pritur je akoma. Bravo! Me të kallëzu drejt ma shumë për më pëlqen për qështu se sa që nuk më pëlqej e që valoj muzika, me të Okej, kallëzu drejt. Dashe? Performancët që bën djemt, vlen për t'i falendëruar, janë profesionistë vërtet, edhe profesionistët s'kan asgjë më shumë se kaq. Bravo! Valentin s'ka për ty pa mos, ërsa unë kam ka një pyetje për juve. Djem, a që kaq vështirë ju, a? Qa me bu? Qa Më me konë bo, ta a? di ki kujna i kanë bu dis. A, po kuna ke, Kuna unë i di, keni Don Jovi budist. t'i kam budista. Se kjo muzikë është des, sa mo em në instrument. Kjo është drill, apo? Des. A drill a dis tash? Ta mo. Des, a... Piti është drejt. Qa është drilli? Drilli është instrumentali, dhe më thonë që është një farë melodie e fort, është edhe eger. Instrumentali, dhe më thonë. Që kanë zgjilta. Mo, kik, mo, lije për Edhe i një. herë qështa? Falja që se. Edhe i herë qështa? Më si fsha. Mos të sugjerojmë tani. Gzim qa drilli? Unë për vetë së di, së mirë me kësi sana kur. La sa mirë më thonë se di, nuk filozofa pa lidhje. Tjetre? Unë pse kënoj ka një hera mos e di vetë pse shka o dridhi. Okej, Margarit drill qa është? T'ja fuskot? Hajt? Belly dance? Apo strip? Nuk e ti. Valentina qa është drill? Unë në fakt nuk e kam gjuhë, po mendoj që është lloj muzikës i të kënduarit. Janë disa lloj muzikash që ndahen në Bravo, bravo Shofian. A e pat mirë? Po. Bravo. E Faleminderit. tash këna detyra. A e keni librat me vetje? Okej, ja e Gzimi nuk jam një libër, ma e të ju dy të keni qatë libër, Margarit librin, shkoni faqe 13 e libri. Faqe 30. E gjetë 30. Qatë ka dojnë faqe 30? Në faqet Kthej ka kamera herë, e? 30, Po? janë disa llojet të, ne thomë, duke që thot mikro, duke që thot qipa. Këta janë qipa, dhe më thonë, Ozbeja. Dhe në 3 lloje Okej. që i dojnë. Që, ta janë Ozbeja për Kthej. E që këtu tjera qa po thoi, që janë këtu tjera? Numër 30 të thonë. Po, kthej, ka kamera. Që e kamera. Po, qa shpithush ti qipit, qip, a? Qep, mikro i dhënë vogë që mikro. Mikro i vogël. Mikro. E i madh? Malë qipi malë. Qipi madh. Pa, qipi malë pa lopta, po keta është dhe lloje DJ, këta DJ-të më shumë i përdori valloj. Kush? DJ-a që janë. DJ-a qipa, Po, da? la, DJ-a E më këtë shumë kush e përdor qipat? Pa i përdojnë edhe këta që janë tash, se këta në për ministrije, në për ta sana. Me qipa kreta, da? Por çdo sa krym punë atë, Ku a dallimi me qipit edhe gjipit? që gjipet ashtë në kërë hinë dhe ja. Në kërë është. Qep, Po. ose për ndryshe Ozbe, Tjetër që që thënë uzbe? Qip, uzbe edhe? mikro, në mënë qipat vogël, ata janë mikro, E dzejtë. ata të mlajt që shë kanë emrin? Ozbe, E këtë rejtë mlajt? po qipa edhe Ozbe, pa Ozbe, në mënë, normal thirë Ozbe. Ozbe thirë, ma shumë për t'i gjarë E pja mikrofonin këti tjetëret? Qa ka dojnë faqe 30? Me qipi pas ka dojnë edhe këtina. Po, anë qa po thot? Në qep të shëmis, lullet e dynjas. Qka ka djali i vogët që s'do të flas dhe në rrugë të ngusht. Se qa po qëm bashk, qka kjo djali i vogët që s'do të flas. Unaza e gishtin në zori dhe jadha. Qka ka kjo djali i vogët që so të flas Ka në do jo shtëpinë publike e qëfar tij. libri e këtu ledzu? Për qëfar libri të ledzu? Me mikrofon, me mikrofon. Këngë dashurie. Dhe libri ka publiko? Që vla, kur s'di Gzimin a ja thirim djali, në zamen qënë djali. Sa vend zbakerit. Kika, një gjë të vogël doja,
Të lutem imitoje pak si po fliste Egzoni. Unë vura re që Gzimi imiton shumë bukur. Si po fliste Egzoni? Gzoni shumë bukur. Jo, si po fliste, po e imitoje me gjeste. Ti po imitoje çfarë? Të lutem imitoje pak. Imitime, Jo. Po e imitonte, po Marrin veç apo ju thuj motor. Gzim, pak më përpar po imitoje si po fliste Egzoni. Imitoje pak. Tomores. Të mërizi. Nuk të hecin pyetjet motor, ti nuk të hecin, nuk e di. Po imitoje atë Sa pas si po jemi? fliste. 30, dëgjo mikrofonin. Ma thuj këtë më veri. Jemi në faqe 30, libri e Enver Hoxhës. Po? O, sa ti mal. O, ba, më fal. Enver që më qërata dhe hokatar, i kacmonte të qidh dhe i kacmonte të qidh, se u punon të reqe. Shokët i kishin vënë në nov, ka shel, fjalë që kishte paka shumë gjurmërimin cilësor të fshatit. Qa ishin këta? Shqip. Po, qëtuam me deri të shok? Po, Shqipëria ka prodhu si libër. Kush e ka prodhu prit? Blendi. Blendi Fevziu? Pra, si? Ua, me leximin që nge shumë keq ju. Hale ti që ka që apo thot faqe 30? Jemi në faqen 30. Aha. Po, në faqen 30 thuhet se zyrtarizohet akuza për kryeministrin e Kosovës Haradinaj, jep dorëheqje nga hapa. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqjen të parevekueshme nga posti i tij për shkak të akuzës së ngritur nga Tribunala Penale e Hapës. Bravo. Cili libër ishte ky? Ky libër ishte libri Haradinaj. Se ka kamera? Haradinaj dhe Hauga. Okej, rujni këto libra se kanë ju dash në fund të emisionit, se në fund të emisionit keni kafshët dhe shpesh dhe flasin. Dhe ju do bëni kafshët në qoftë se nuk dini me mi kaldu që a keni lexu. Jemi në rregull. Sfidë bukur kjo. Dona, po dish me lexu ajo, dash? Unë e di me lexu. Jo, këta po dish me lexu. Këta. Qohem verë se kërkasjeni. Rinia i fokusohet TikTokut, edhe jo librit. Po, këta, alo, po TikToku këta ju në konë shkollë, me ma mërmeni. Po jam, por... Margarita, do dajlesh në sket, TikToku normalisht, Vali ka me pregadit, sa librin e kam bezdita lexoj. Vali ka me pregadit një instrumental, ti do bësh një photoshooting. Analistët. A? Po të mund të shtoj pak analistët. Po. Më falë, unë nuk mund të lexoj librin e Enverit, se do më dalin gjithë komunistët kundër pastaj. Unë jam gollë që jam e lexuar me shkollë, nuk më intereson TikToku shumë. Thash, rinia... Nuk ka lidhje, mos i fut gjithë rinin në mes. është e fokuzuar te TikToku apo rrjetet sociale dhe jo te libra. Nuk ishte individual. Jo gjithë rinia. Ti sa din, ti sa s'din, do bëjmë meme tani. Do bëjmë meme për TikTok. Me mikrofon falti. Tashi nga një këto. Regjia ka me prinshu një kom, edhe ju keni me bu si fotomodela, të bu photoshooting. Po. Margarita do bëhe para. Këta dytë kanë me shpall ma të mirë dhe ma të keqen. Më të mirë dhe më të keqen dhe shpallë njëria. Në qovë se ju nuk i bëni mirë keni denime. Në qovë se i bëni mirë, pështoni për denim. Por denimet janë. Do bëni dush me kamera. Jeni në regull. Unë dhe të s'pëfutim në loj, okej? Okej, muzika gati? Tregona pa pozicioni është. Është rafsh, edhe tek shpapa. Okej, tjetër? Një lëvizje që kthen flokët dhe kanë majt. Hajde tjetër? Si duke ecur e duke qeshur. Tjetër? Një model i thjesht. Hajde në një për tokë e kështu? Ullur,
një stili thjesht ullur. Mjafton. Okej, gjithë çunin që don me ushtru për foto. Hajde Mustafa, hajde. Hajde. Photoshooting, hajde. Të kallzon kjo çka kemi bëu. Po përshkruan. Hajde. Më vonë vlerësoni se ç'n vetë vetë, okay? Po. Okej. 3, 2, ne. Mund ta mbash dorën këtu në mesin? A mërë sot tretol? Otëri, kështu, normal pjesën turisit. Mjafton. Tjetër? Aq. Tjetër zgjidha? Alexia? Hajde dhe ke dhe emrin e mirë, Gzim, me gzu, jo u hidhru. Alexia, të zgjodhi, Alexia. S'ka problem. Po foto do bësh o Gzim. Alexia të zgjodhi, këtu tëm. Hajde se gruaja të bëjë divorcin gati, ke fia. Hajde, 3. Tjetër, edhe shka është kjo pozë, Margaritana, që ka pas. Okej, pozicioni tjetër. Tu më parë... Mjafton. Okej, faleminderit tjetër. Aq. Gjithë çuna do kemi photoshooting. Are tjetër gjithë tretin. Sot. Exam? Shkretë të tjilë që keni për të përfundu. Alexan? Dorët e shpatulla e eksonit. Tjetër? Në mikrofon, Margarit. Thjesht me një tretim të dhe parë një tjetër se. Mjafton. Are djali? Gardian? Are ullu për ta? Duke ullur, duke parë kamerën tret. Tjetër? Edhe një foto të shpatulla e djalit. Mjafton. Thank you. Are syla? Ta ne gjithë dorë për foto. Ja, qa me folën? Ani të edhe qunë i dorë. Hajde, lejmë mikrofonin që dënë kjo me bo një pozë. Majë mikrofonin? Hajde? Jo me folë, jetë. Bon foto. Tjetër? Atja? Faleminderit. Me fol për ketë Po. ran me ran. Po. Atja nisën i pari. O, lem, Allah ile, se tani arrej që ka me thonë. Tre shtushëm. Të merë. Tre shtushëm. Mos o ma keq. Të merit. Jo, Margarita, pet, kër fillim u kemu dëk që kome bu pozat ti për bukra. Po, o vrej që pat emocion, okej, Margarita kuptohet. Mustafa, dole aty të qosi me të qaf nëj pëm, nëj cung. A bëdën kështët? Së në qafi që kene huja i bijone. Gzimi si me donë me nëj mutër, me nëj hala, me nëj teze. E gzoni... Qka? E gzoni ma u bu për veti se sa me dorë për pozë për këta. Djemë kanë dollë veç hajta i fundi dërë si me dollë me nëj dëst, ta bëdën veç e qafi dorën kështu. Dash? Vla poza, poza më burë, poza. E gzoni ishte i përafërt për foto reale, skena nuk ka nevojë për shumë, do më thonë, ndrojtje, tu jemi skenë, edhe do i përshtatësh skenës.
Unë mendoj që Dona dhe Ndërsa pjesa tjetër Margarita mund të bëjnë poza akoma për duke i sfidu djemët. Jo Edhe aty ku mund ta duhet. realizojnë. Edhe sfidojnë. Vetëm egzonin. Margarita, po të kjo Valentina, po thotë ti keni kërku puthje ju dyja në skenë Valentinës. Jo, thash nëse unë kisha up lojën me për t'i vezë, sfiduar nëse unë kisha up lojën me vezë, unë thash që kisha kërkova puthje. Nëse unë kisha bë puthje, s'ken kisha bë puthje me me Margarita. foto përpara dhe pastaj një puthje për t'i sfiduar djemët që nuk ishin taft. Me sfidu djemë për me bë foto, a që po thu? Për foto, Me kanë me bë foto, me? me Margaritën. Dy shoqe nuk bënin foto? Bojnë. Po. Hajde. Hajde, pe provon, hajde. Një duar trokitje ju lutem. Hajde. Janë duke u sfidu juve. Si do e bëjmë? Muzika vaj, A pe bojmë mullën kom? se si quna, Pe bojmë do. Hajde. Kom e do. Ok, Tre. hajde. Mirë. bravo. Hajde, egzoni edhe gzimi. Anë s'ken bashkë gëtë? Atje Mustafa, hajde. Po. Po. Adi ju dy duhet statë? Që du këntash, pak manta, Atëherë, për vajzat ishin pak konkurueshme. Ja, s'kam baru. Egzan. Jam. Okej. Okej. Ne të dy. Si do me të marrë hopa? O të hasë zemrën, edhe pak do bëjmë gjithë bashkë. Lësani tash, keni drejten, mandatin. Atëherë Margarita, po vazhdoj unë, Margarita ose vajzat nuk kanë, si thash më përpara, nuk kanë konkurim, ishin on top. Pastaj nga djemë vlerësoj Besimin dhe djalin, ndërpo dyshja më mirë. Gzim pra. Gzimi dhe djali, thash është më i miri. Pastaj në rendin e dytë është Kika dhe Egzoni, djemë kanë nevojë për rinia gjithmonë të eci përpara. Më të qiltër. Dona? Unë menoj që na që ka të kina bua pet mami, po në isim. Gzimi me këto Mustafa ndoli njerë si atu mangupa të logjës, apo kupton? Kështu? Po keni dol mirë, seriozisht mirë, edhe djem, mos i djem të rinë non stop pikan këto. Keni dol mirë, po më e mira o kon Kika me Egzonin. Bravo! Mas neve, do me thonë, mas mua dhe Margaritës. Po. Valentina për fali kësirani, po tash unë kam ju të regu një sfit tjetër.
Faleminderit regjisë që më kanë thonë brenda emisionit dush me bo shtrime për me ek barken, edhe ma kanë pru këtë bicycle këto për me bo shtrime. Unë kisha aftu të parin në sfidën e zërit syden. Synë s'ken mikrofone janë. Are s'ken synë? Synë. Po. Kënëna një kongë dashnije që është ti ke zamër, këta du ka me besu. Hajde synë? Dashnisa? Pa. Ti krejtëm ke haru, gjyna nuk pate, dashni sa m'ki mungu, prej asoj inate, shpinën kur ma ke këthy, atë natë kur i ke, sa shumë kam vujt për ty, ti kurse dite. Bravo! Na quk pa mundo shta, ki me kujtu zemrën që kelen du. Bravo! Bravo! Tash naftojmë konkurentin tonë të dy në këndim në sfidën e këndimit. Mustafa. Margarita më përgatit këngën dhe sa të këndon Mustafa. Këngën Mustafa? Knona i sen. Ti din me knu, Çfarë të dush? sa të kumni une. Cila është më e mira për ty? Që mendoj që të përshtatet natyrës tënde. Edhe në këtë natë, malli mu po më merë, pse moj dashni, ti mo më kelon, a e din dashni, për ty sa kom vujt, edhe zemra ime. Magi. Mikrofon me vete. Eftem në sken, Margarita. Ja, gjithë kemi sfida. Një minutë të dalët. Një strofë të dalët. Margarita, më shori sfidave. Do humbër sfidën. Do humbër sfidën dhe lasë dosh. Po e humb. Siguro. Shumë e sigur se nuk ti të këndoj. Margarita del këtu më humbër sfidën. Bravo. Pak guxim edhe... Pranoj që kam humbër sfidën se nuk ti të këndoj. Nuk ti. Okej, dhe për para, kam një sfidë shumë bukur për ty. Do shi këtu. Para këshër. Gzimi këtu. Se s'knuve, moj. Egzoni këtu. Margarit, do vish zemra ime për para. Atë që të prek dhe zbulon kur s'ka prek, nuk e puth. Atë që të prek dhe nuk e zbulon, dhe e puthësh. 3 mundësi për të fituar. E ja pa do, për atë dhe, në ardhoshin me, do t'i mbylli sytun. I pari, po pra, nuk do të vizër, do më shikosh mua. I pari që do të prek është. Jo, një puthje romantike mes Gzimit dhe Margaritës! Unë do shijoj! Gzimi ajde poshtë? Ta shia, ajde Gzimi poshtë? Gzimi poshtë, sfida është sfidë? Mirë bëj romantik për putë në Hajde. Romantik për në faqe. Dhe faqe, shko Gzim. Ja, të ta lecuam, një ta falem. E dyta jemi për buzën, se kështë të ra. Jo, do bëjmë me. Okej, mbylli sy të ashirë, Gzim para. Leviz një quna. Shpetar. Bravo. Tani është I gjetur. Po, ta shi ki një emër tjetër aty në skenë. E ke një emër skenë, një emër tjetër. Po, eftojmë konkurentin tjetër, faleminderit që do një skenë, për ta zbukuruar lojën.
Po, e prek. Hajde. Shark. Po se s'ka konkurrent tjetër. Shpetaj. Mërë me vetëm, fajn. Okej, djali tjetër, ki sfid? Ki sfid? Hare këto sfidën. E moj denimin. Hare dënim. Hare dënimin këto. Këto banena? Po. Mustafa! Hare Mustafa do? Jo i sholla. Exoni! Edhe Kika. Edhe pak më mbrapa djali. Po, mana një lojën do, na Jo, më mbrapa. ti maj lojën, nikë dujnë para maj lojën. Doj me te puth me zara, ha? Okri. Hade, i prek, i pari. Kush preku? Ja. Jo. Ja, Exoni e karallën se hupi. Hupe ti Exoni. Ale, po, ti, dec, ti e prek, ja. Amon poqe po, okej, si shako. Hajde! Ma e para, Valentin? Kush preku? Spjadi janë fërkimi. Jo, je vetëm 2 persona mrapa. Po, Mustafa. Mustafa, bravo. I këtë vende? Edhe kena Exon, dënim, ale këtu? Atë kemi kënua dënim? Mikrofonin? Dona, zgjidhja kongën këtë kongë taknu. Pranvera. Amor, në pranvera, moj, qenë qërëshia, moj, unë rritu i vendu. Bravo, shpetoj Exone. Normal që po. Alexim to? Dash, Dona, me ndoni kongën? E mikrofonin? Se më dishka me fëtë mirë, hajtë. Kënoje moje hapsane. Moj hapsane, elin me kalaj, aman aman, moj hapsane. Elin me kalaj, aman aman, oj nana ime e dashura. Dashur po do kënë talent ato? Athere, Po? Exoni këndoj mirë, edhe ishte më ritëm në këndim. Faleminderit shumë. Edhe pastaj i dyti vjen Gëzimi. Edhe të tjerët janë dobët. Faleminderit shumë. Dona? Më në fakt më pëlqej Exoni edhe ai tjetri për mas që pa temri? Syla. Syla. Okej, Gëzimin pe masi të ku ka i smut për arsuetojmë dyqysh, Mustafa s'më ka përqy vëlloj. Të kom një dëjser të knuna për live TikTok të më karo me të po, kështu që së di që së dite me knu. Valentin ku shpecej ty? Exoni, kënga shumë e bukur. Valentina ma ka bo një kërkesë, do me bo një pikë teatrale me Mustafën. Por, është thik me 2 teha. Qofë se na do e votojmë gjithë, qofë se na pëlqen. Do jurojmë sukses, se kuptohet. Qofë se s'na pëlqen, kemi dënim për Mustafën. Jemi në rregull? Okej. Hajde.
E lem për herën tjetër kiksës, jemi përgatitur. A ju kështnoj dënimja? Do vishnim rroba tjera. Do vishnim rroba tjera. Do bëjmë shumë të bukur, të ketë edhe kuptim. Në rregull, ne shkojmë me marketing. Rikthehemi miqtë dashur, mision e kaluar, mision e parë, e kena pas një zonjë e cila ka kërku me mbështet në mënyrën morale, financiare për shtëpinë. Kisha dashur nga gjithë ju të marrë edhe nga një ftesë për gjithë njerëzit që ta mbështesin. Valentin. Atëherë, unë ju them gjithë shqiptarëve, ju lutem, e ndihmoni këtë zonjë të kthej buzëqeshin e fëmijësve, të arrisi fëmijën të sigurt në kushte normale, sepse zonja nuk ka një shtëpi, është e vetme me një bashkëshort që e ka në burg, edhe unë mendoj që çdo shqiptar do e vet dorën në zemër, se më duk një grua shumë e sinqertë dhe në një gjendje mjaft mjerueshme. Shkruani poshtë Instagram për gjithë ju që dëshironi të ndihmoni, Dona? Edhe unë i ftoj ketë ato njerëz që janë zemër mirë, me ndihmu Gjejlane pak të me abu një strehim për me rritë fëmijën e vetë, e me amaru një shtëpi me sa do pak një shtëpi nashta e vogël, po vetëm me thonë ata me pas kryt në një stret dikon. Kështu që lut na kush ka mundësi financiarisht me ndihmu edhe me ndërtu një shtëpi sa do pak vetëm për ta. Shkoj Margaritën. Unë i kërkoj gjithë shqiptarëve dhe besimtarët ortodoks të kishës ortodokse, kryepiskopi Johanit, të ndihmoj këtë grua që është e varfër, s'ka një shtëpi, që po vuan dhe të mundohet ta ndihmojnë. T'i hapi dhe një konfund në internet që të fusit sa lek njerëzit për të ndihmuar. Të financojnë më saktë, faleminderit Valentin, të financojnë njerëzit për këtë zonjë dhe për fëmijën që është duke vuajtur, është pa një baba, pa një mbështetje. Faleminderit, Mustafa. Ju kisha lutë edhe këtë diasporës, nëse keni mundësi, edhe jashtë Kosovës, brenda Kosovës, çajnë nëse keni mundësi, veç të toku minimu për një shtëpi, edhe që më kanë sigur Gjejlana me rrit fëmijën e vet me një shtëpi, jo më kanë me qëraja. Mësime? Edhe unë e kisha premtu gjithë popullin, kom pas qef pa morë parasysh që është ashkali, rom, egjipian, shqiptar. Ju kisha lutë të rirë të Allahut më spari, më ndihmu gjithë çka ka njerëzim që minimum ja marrë një shtëpi se ka nevojë. Është me strem. Edhe unë kisha bërë thirrje të gjithë kudo që janë Kosovë, diasporë, që të marrin të ndihmoj kësaj motrës Gjelanit, si do pas vele një shtëpi me marru ma se pas një shtëpi me vej thirrje të gjithë shoqatat, si do mas me naj pakë me diçka me limun bile. Dashi? Atëherë, unë e kam si shprehje. Ndihma nuk varfron. Nëse shqiptarët bën gjithë bashkë, gjithmonë janë dalin. Bravo. Ky rast vlen për të ndihmuar, edhe shpresoj që shqiptarët do ndërgjegjësohen edhe do ta ndihmojnë. Do ta nxjerrin nga kjo situatë që ndodhet. Syga? Ju kisha lutë këtë diasporës për minimum se ka venin për me marru shtëpinë sa më smenit me qëraja. Gardi? Ju kisha bë thirrje me ndihmu se ka nevojë. Sa keni mundësi 5-10 veç dikun me pas mundësin dikun me shti kry. Ndihmoni dhe na shkruani edhe në Instagramin tonë zyrtar, shkruani dhe hajde të bëhemi gjithë bashkë kudo që jemi për ta ndihmuar si zonjë e mrekullueshme zonjën Gjejlan, ndërsa edhe gjithë juve që dëshironi që të paraqitni rastin siç ka paraqitur zonja Gjejlan, na shkruani poshtë në Instagramin tonë zyrtar, keni këtu në ekranin tuaj, shkruani. Çu ka lutë sa dy det? Super. Pëlqej emisionit, pëlqej sfida aty? Shumë mirë, s'është edhe keq. Faleminderit Sila. Shumë mirë. A dërmë në ardhë prapë? Kismet. Kalem tek mikrofoni është të Mustafa. Mustafa, se kalove sot? Mirë, super. Jena knoq, ka pos arktem, ka pos debate, po mirë. Margi? Ja, kalova shumë bukur, shumë faleminderit që më ftuat. Faleminderit. Super emision vallaj, nuk kam fjalë. Gëzimja? Super emision. Mirë, okej. E vish dashuri qapota për mu ka vle. Gëzimi dhe Egzoni javë emisionin e nesër mbrëma do të promovojnë videoklipet e tyre dhe këngët e tyre.
me të cilet na i kena realizu këto dy këngë dhe dy videoklipe shumë të mrekullueshme, e ku ka më mirë se sa ne kur ti promovojmë këto dy këngë. Unë besoj se këna me bom me dy këngë të juve, që na falenderoj shumë për bashkëpunimin. Faleminderit edhe ti Si shumë. kalu Dona? Më kaloj shumë mirë sot, faleminderit. Dashje? Super. Për mua ishte kënaqësi për ftesën edhe që ndodhem pranë jush. Shoqë si kalove? Shumë mirë, është një emision shumë i mirë. Jo, mos guxo. Po t'je ndaluar. S'ka asgjë Na më të ndiqni. bukur, asgjë më të bardhë, se kur të puth një djalë Kosovar. Na ndiqni.